أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër e të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Allahu xhaleshanuhu thot në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kauthar. Me të vërtetë o pejgamber, ne ty ta kemi dhënë Kautherin. Fasalli li rabbika wanhar. Andaj ti bëj namaz për Zotin tënd dhe therr kurban, inna shani'aka huwa al-abtar, sepse me të vërtetë armiku yt është i shkatruar. Ky ajet, kjo sure që zbriti Allahu xhaleshanuhu është domethënë nga surët, llogaritën ndër surët më të shkurta, por se që në të ka domethënë dobi dhe mësime shumë të mëdha. Nga Enesi radiallahu anhu na transmeton Imam Muslimi domethënë një hadith nga Enesi radiallahu anhu, i cili tha se një ditë ishim duke ndëjtur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Derisa i filloi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vije shpallja dhe pasi që mbaroi shpallja, na u drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, dhe domethënë na u drejtua i buzëqeshur dhe na tha, a e dini tha se çfarë ka zbritur Allahu xhaleshanuhu? Ata i than i dërguari Allahu dhe i dërguari i tij dinat. Dhe në këtë gjendje ishte duke buzëqeshur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga myshja që i kishte ardhur nga Allahu xhaleshanuhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo që më zbriti tash në këtë moment është Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Dhe tha, a e dini tha se çka është Kautheri? Ata than, Allahu dhe i dërguari i tij e din. Tha, Kautheri tha është një lumë në xhennet që Allahu ma ka dhënë mua dhe në të ka mirësi të shumta. Ky ajet kuranor ose kjo sure, e cila domethënë shumica prej nesh e din, i madh dhe i vogël e din këtë sure. Padyshim se është e shkurt, mirë po në të ka padyshim se myshde shumë të mëdha për besimtarët. Çfarë myshde ka? Çfarë është ky Kautheri? Kautheri pra na qen ka një lumë që Allahu ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë një lumë në xhenet, dhe tek ai lumë do të pinë pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra ummeti i tij. Sa i përket këtij lumi, një hadith domethënë na transmeton Imam Ebu Davudi nga Enesi radiallahu anhu po ashtu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha hyra tha në xhenet. Dhe kur hyra në xhenet e pashta një lumë të bukur, që për rreth tij kishte tha të vendosura tenda që ishin të qëndisura me margaritar. Dhe hodha dorën time, e futa dorën time në lumë, dhe kur e nxora atë baltën e saj, tha balta e saj, tha nga balta e saj vinte erë, dhe më thonë më e mirë se era e miskut. Edhe pyeta Xhibrilin dhe i thash, çka është kjo o Xhibril? Më tha Xhibrili alayhis salam, ky është tha Kautheri që Allahu ta ka dhënë ty. Do thotë se Kautheri na qen ka një lumë xhenet që Allahu ja ka dhënë vetëm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe asnjë pejgamberi para tij. Po ashtu nga Ibn Omeri radiallahu anhu na transmeton Imam Muslimi një hadith, po ashtu domethënë që tregon për bukurinë e Kautherit, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Kautheri tha është tha një lumë në xhenet që për rreth tij tha ata anët e tij tha janë të qëndisura me dukat, pra me arë, me altan, dhe ai vendi pra korrita pra ku kalon uji është tha i mbushur me margaritar dhe me rubina, pra me gur të vlefshëm. Dhe është më e bardhë tha se bora dhe i vjen tha erë, pra era e saj pra është era e parfumit. Hadithet e tilla janë të shumta që flasin pra që janë, do thonë hadithe që japin myshde për besimtarët, dhe janë të shumta, mirë po ne do të mjaftohemi me kaq. Mirë po, parashot pyetja, si ta fitojmë na këtë Kauther? Si të jemi afër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si ta shohim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ditën e gjykimit dhe të pim prej këtij ujit, pra prej ujit të Kautherit, domethënë ai i cili pim prej këtij uji padyshim se do të jetë për banorëve të xhenetit. Allahu xhaleshanuhu mu te kjo sure na dha përgjigjen. Pasi që tha inna a'tainaka al-kauthar,
ne ty ta kemi dhënë Kautherin, me njëherë në vazhdimsi tek ajeti i radhës na e dha përgjigjen se si ta fitojmë ne Kautherin. Si të bëhemi domethënë pjesëmarrës në grupin e besimtarëve që do të pijnë prej këtij uji. Tha Allah në Kur'an, fasalli li rabbika wanhar. E ti bëj namaz për Zotin tënd dhe therr kurban. Pra përgjigja që ka falja e namazit. Çelësi i fitimit, domethënë çelësi për ta fituar këtë shpërblim të madh, çelësi kyç, domethënë që ka falja e namazit, për të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na transmetohet nga Xhabiri radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, shembulli i faljes së 5 kohë namazit është sikur shembulli i një lumi që kalon për rreth shtëpisë suaj. Nëse dikush prej jush pra lahet dhe pastrohet 5 herë në ditë, a do t'i ngelin gjinahe? Padyshim se nuk do t'i ngelin gjinahe. Po ashtu në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmendi faljen e namazit dhe po ashtu në fund tha, kush kujdeset për faljen e tyre. Domethënë duhet kemi kujdes, nuk bëhet fjalë vetëm për faljen e xumas, por se bëhet fjalë për faljen e 5 kohë namazit. Tha kush kujdeset për faljen e tyre, kjo tha do të jetë dritë për të, do të jetë argument për imanin e tij dhe do të jetë po ashtu shpëtim për të në ditën e gjykimit. E kush nuk kujdeset për to, nuk do të ketë thot as dritë e as argument e as shpëtim për të në ditën e gjykimit. Nga këto hadithe e kuptojmë se çështja e namazit është domethënë ndër gjërat kryesore pas shahadetit, ndër veprat kryesore pas shahadetit. Shumë njerëz tek na mendojnë se falja e namazit është diçka e mirë, domethënë është diçka e mirë nëse bëhet. Ajo padyshim se është gjë e mirë, por se është domethënë vepra kyçe mbas thënies së shahadetit për ta fituar xhenetin dhe për ta fituar padyshim se me pi ujë prej ujit të Kautherit, pra prej krojit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe po ashtu një hadith që transmeton nga Rabia ibn Ka'b al-Aslami, thot Rabia tha e shërbeva pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i dërgova ujë tha për nevojat e tij personale që kishte. Dhe pasi që kreu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nevojat e tij për abdes ose ku më ditë domethënë nevojat e tij çfarë kanë qenë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha mu drejtu mua dhe tha o Rabia, çfarë kije qef, tha çfarë dëshiron që unë ta lut Allahun për ty. E padyshim se duat e pejgamberëve pranohen. I drejtoi dhe i thot çfarë dëshiron që unë ta lut Allahun për ty. Çfarë dëshire ke? Rabia i tha o i dërguari i Allahut, thot nuk du thot diçka tjetër vetëm se du të jem afër teje në xhenet. Tha kjo tha do të jetë për ty, pra domethënë do të lutem unë për ty, mirë po e shtoi edhe diçka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, mirë po më ndihmo ti me sejdë të shumta. Që thotë se nuk i tha Rabia se rre rahat o kry puna jote, por se i tha o Rabia, unë do të lutem për ty që ti të jesh afër meje në xhenet, por se domethënë të më ndihmo me sejdë të shumta, më ndihmo me faljen e 5 kohëve namazit, me kryerjen e veprave të mira e kështu me radhë. Që do thotë se për me fitu shpërblimin të Allahu xhaleshanuhu, besimtari nuk guxon që dale para Allahut pa faljen e namazit. Njeriu është në gjendje që domethënë prej orëve të hershme të mëngjesit deri në orët të vona të mbrëmjes të zgjohet të punojë hiç pa ndal, që domethënë ta fitojë kafshatën e gojës, porse është në gjendje të qëndrojë kështu, domethënë gjithë ditën, porse haron që t'i kthehet Allah dhe t'i shpreh atij falënderim nëpërmjet namazit, atij të cilit domethënë ai ja dha këtë shëndet që ai të zgjohet herët në mëngjes, dhe i dha fuqi që ai të punojë gjithë ditën dhe të sigurojë kafshatën e gojës me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Andaj të nderuar, ai i cili nuk e fal namazin tash në muajin e Ramazanit e ka shansën që domethënë t'i kthehet Allahu xhaleshanuhu me pendim, sepse Allahu është falës, është domethënë falës, është i mëshirshëm dhe i pret ata të cilët pendohen, i pret Allahu me dashuri shumë të madhe. Ata të cilët i pendohen Allahut, padyshim se Allahu ja fal të gjitha nëse pendimi i tij është i sinqert. Domethënë të hym te ky Ramazan që na ka ardhur dhe të dalim me diçka pozitive, të dalim prej tij më ndryshe dhe më të mirë se sa para fillimit të muajit të Ramazanit. Dhe në fund pra ajeti i fundit tha inna shani'aka huwal abtar, tha me të vërtet armiku yt, pra është o pejgamber, me të vërtet armiku yt është i shkatruar. Porse kjo domethënë nuk do të thellohemi në të sepse nuk është pjesë e temës tonë, sidoqoftë mesazhi
i kësaj ligjërate është që t'i kthehemi Allahut me namaz, me faljen e 5 kohëve të namazit, sepse padyshim kjo e kompleton besimtarin ashtu siç duhet të jetë të dalë para Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun xhaleshanuhu që për këtë Ramazani të dalim me gjinohe të falura, me gabime të falura dhe të dalim më të mirë dhe më pozitiv se sa para fillimit të Ramazanit. Aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin.